E mbani qumshtin në derën e frigoriferit, ja arsyet pse nuk duhet ta bëni më. Është një veprim i përditshëm pothuajse mekanik që gjithkush ka të bëjë me jetën e tij. Në mëngjes, sidomos kur është koha për të ngrënë mëngjes, ne gjithmonë marrim një shishe qumësht nga frigoriferi. Momentin kur po vendosim shishen ose kartonin e qumshtit në derën e frigoriferit, nuk mendojmë se veprimi që po bëjmë është krejtësisht i gabuar. Por patjetër ky është një gabim. Të pozitë ushqimet duhet të vendosen me siguri natyrore të tilla si lëngjët e frutave ose pijet, por kjo pjesë me nxehtësinë e frigoriferit dhe pjesët më të ekspozuar ndaj ndryshimeve të temperaturës mund të bëjnë që qumshti të prishet. Në të vërtetë, qumshti duhet të mbahet në raftet qendrore dhe në brendësi të frigoriferit, së bashku me djathrat dhe produktet e tjera të qumshtit. Temperatura këtu është më e ulët dhe gjithashtu ideale për ruajtjen e mishit dhe peshkut. Ushqimet që nuk kanë nevojë për gatim mund të ruhen në krye të frigoriferit, ndërsa frutat dhe perimet të vendosen në dollapet e poshtme të tyre.